Kemi një disa meshetar, sidomos këtë muaj dhe muajin e tjetër jam kohëgjasi shumë i angazhuar. Me 17 në udhtoj për Tiranë, tregova për eventin që të bëhet një mega event ku në Sonysa zbashku me Noizin do ta bëjnë një event aty jam ndërmjetësues. Me njëherë mas një jave do të udhtoj për Stuttgart, ku nipi i Luan Krasniqit Ardiani do të ndeshet për titullin e WBO po Intercontinental, aty kam ndërmjetësim dikon 2 ndeshje, në Bruxelles njëtë ndalë kam 2 ndeshje, prej aty nisem me njëherë për Hanover, kam 3 ndeshje dhe shlagu për këto 2 muaje kam në Berlin me 10 maj, ku Aleksandr Kallashi do ndeshet me Jan Meiser, një mega ndeshje të them drejtën se 2 bokserët e kanë kvalitetin e njëjtë, edhe e kam pranuar atë meç, vetëm duke e ditë apo duke pasur besim se bokseri em do ta mposhtë ata, edhe pse ai normal do të jetë vendas. Njëjtën gallë do të luftoj edhe Viktor Cakiqi, një djalosh talent i cili për momentin i ka 22 vjet, edhe është i 50 në botë. Me Viktorin kemi bashkëpunim gati 2 vite dhe në momenti kur i kemi lidh kontratën me njëri tjetrit, ai për 2 vite ka ardhur në top 50 që është një rezultat tepër i mirë me ta. Ai do ndeshet për titullin e Gjermanisë me një bokser nga Gjermania. Kështu që në mbrëmje do të jetë dhosh zoti gëzim, dhe shumë stres i madh për ata bokserët e tanë. Se luajnë edhe në vendin e kundërshtarit. Vendin e kundërshtarit. Faktikisht Kallashi lufton vendin e kundërshtarit, Cakiqi lufton vendin e vet, po gjithmonë kundërshtari është i njëjtit vend Berlini, kështu që aty pritet ndoshta 3000 deri 4000 spektator, ku pjesën më të madhe do kenë fansat e Cakiqit edhe fansat e kundërshtarit Cakiqit.